Ja çfarë ndodh mëlçisë tuaj nëse pini 2 filxhan kafe në ditë. Efektet shëndetësore të kafes janë mjaft të diskutueshme, varësisht nga kush i kërkon ato. Jo do të merrni përgjigjet se kafeja është super e shëndetshme ose tepër e dëmshme në varësi të sasisë që konsumoni. Por pavarësisht asaj që mund të keni dëgjuar, në të vërtetë ka shumë gjëra të mira për të thënë për kafen. Personat që pinë kafe kanë një risk më të ulët të sëmundjeve të mëlçisë. Organi është shumë sensitiv ndaj zakoneve moderne, siç është konsumi i tepërt i alkoolit dhe fruktoza. Faza përfundimtare e dëmtimit të mëlçisë quhet cirosi dhe përfshin shumicën e mëlçisë. Pirja e kafes ka një risk 80% më të ulët të zhvillimit të cirozës, me efekte më të forta për ata që pinë kafe të pambëlsuar në ditë. Problemet e mëlçisë gjithashtu do të zvogëlohen ndjeshëm, por kjo nuk do të thotë se ju duhet ta teproni me konsumin e kafes. 1 deri në 2 filxhan të pambëlsuar çdo ditë janë masë të mira për të marrë përfitimet.